Ka një video sot të publikuar në media edhe në gazetën Dita të një debati mes kryeministrit Edi Rama edhe një fermeri në Divjak. Më shkruan një lexues në komentet e gazetës Dita, me këtë gjuhë thot kryeministri të flas me flamur nokën, me Edi Palokën e të tjerë. Prodhimet bujqësore thot maqedonse, serbe, bullgare, jo vetëm pa cilësi, por edhe me helme edhe të skaduara, futet në Shqipëri pa kontrolle, thot. Ky fshatari që punon tokën detyrohet ta shes me gjysmë çmimi dhe ose t'ia mbath dhe ky në emigracion. Se tek akshi me tastiera nuk do punojnë gjithë, thot. Po. E konsideroj një reagim shumë të drejtë. Videon e debatit të fermerit me kryeministrin mund ta ndiqni edhe në gazetën Dita, unë po e shoh në këto momente. Kush mendon që thjesht është një episod komunikimi ashpër, e ka gabim. Për mua është një moment zbulese i radhës. Çfarë zbulon? Çfarë zbulon ky si episod? Identifikon mënyrën se si pushteti sotëm e sheh veten. Domethënë veçanërisht identifikon largësinë e tij reale nga parimet e së majtës që thotë se përfaqëson. Po ta shikosh videon me kujdes, çfarë po kërkon ky fermeri? Fermeri kërkon mbrojtje nga konkurenca e mallrave të importuara. Përgjigjja që merr nga kryeministri është nuk mbyllen kufit, që janë këto absurditete e tjera me radhë. Që këtu kemi një keqkuptim themelor të rolit të së majtës në një ekonomi sociale. Asnjë e majt serioze sot në Europë nuk e ndërton veten, nuk e ka ndërtuar veten mbi idenë e tregut të lirë absolut, tregut që të pambrojtur dhe indiferent ndaj pabarazisë. Nuk ka shans. E majta historikisht, e majta e sotme më shumë, nuk është se është kundër tregtisë. Por çfarë dallon të majtën? Është gjithmonë në mbrojtjen e prodhuesit të dobët përballë forcave të tregut. Fermeri po kërkon diçka shumë bazike, nuk po kërkon izolim. Është kryeministri që e çon bisedën drejt izolimit, për të dalë pastaj ka ato batutat e veta të zakonshme. Fermeri po kërkon një shtet, një kryeministër, që të mos e lërë vetëm përballë dumpingut, përballë importeve. Është një kërkesë mos e legjitime. Dhe ti përgjigjesh kësaj kërkese, kësaj ankese me logjikën e konkurrencës së lirë, në thonjza. Është një gjuhë që çfarë të doj kryeministri le ta quaj, por e majt nuk është. Nëse një parti që i thot vetes e majt, nuk është mbrojtëse pikërisht këtyre që po debatojnë me kryeministrin, që janë më të pambrojturit, kjo parti nuk ka fare busull ideologjike, edhe qeveria më kot e quan vetëm socialiste. Problemi sot nuk është mungesa e konkurrencës, për të cilin flet kryeministri, por është mungesa e shtetit social, cili nuk e shohim askund. Është pastaj edhe toni i përdorur ndaj fermerit, domethënë e majta, nuk flet kështu nga lart poshtë. Jo. Nuk disiplinon zërat e pakënaqur, nuk kërkon disiplinë. Në fakt një i majt real dëgjon. Nuk i lexon ankesat sociale si politik, siç bën shpesh kryeministri. Sidoqoftë, në çdo rast ky debat nuk ka të bëjë vetëm me një fermer apo një përgjigje të Edi Ramës. Pyetja është shumë e rëndësishme, edhe është një pyetje që ta ndajmë bashkë. Pyetja për mua është, a ka Shqipëria sot qeveri të majt apo forcë të majt që mbron realisht prodhimin vendas, që mbron realisht punën, që mbron realisht dinjitetin ekonomik të njerëzve të zakonshëm? Ka ose jo? Unë them jo, secili pastaj mund të ketë opinionin e vet. Faleminderit.